Drejtori i përgjithshëm i kufirit Genc Merepeza deklaroi në studion e lajmeve të Ora News se asnjë emigrant nuk do të lejohet që të përdorë Shqipërinë si vend tranzit për të shkuar në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ndërsa konfirmoi se situata në kufirin shqiptar është nën kontroll. Në qoftë se këto shtetas do të kërkojnë mbrojtje humanitare, zbatohet një procedurë e veçantë që është procedura e përzgjedhjes për azil kërkuesit. Kush do të kërkojë që Shqipërinë ta ketë si tranzit, do të qëndrojnë në kufi, nuk do të lejojnë të kalojnë. Nuk do të lejojnë të kalojnë. Drejtori i kufirit deklaroi se Shqipëria nuk i ka kapacitetet e mjaftueshme për të pranuar shumë emigrant, ndërsa vendimi për ta bërë një gjë të tillë duhet të merret në bashkëpunim me vendet e tjera. Kemi një qendër që është në afërsitë të Tiranës, mund të shkojë deri në 200 persona. Kemi qendrën e azil kërkuesve përsëri në Tiranë dhe kjo ka një kapacitet të limituar, kuptohet, që mund të shkojë deri në 100-150 persona, jo më tepër. Shqipëria është e vogël për të përballuar një fluks të madh. Dhe për të parandaluar depërtimin e personave të rrezikshëm, drejtori i kufirit deklaroi se me ndihmën edhe të forcave italiane do të bëhet i mundur regjistrimi çdo emigranti në rast kalimi në Shqipëri. Këto ekspertë janë të mirëpritur që të asistojnë policinë kufitare në lidhje me identifikimin e personave që do të hyjnë në territorin shqiptar. Neve duam që çdo njeriu t'i japim një emër. Të mos kemi njerëz, domethënë, që kalojnë pa u identifikuar nëpërmjet territorit shqiptar. Merepeza siguroi se autoritetet shqiptare janë në kontakt të vazhdueshëm me ndërkombëtarët për të monitoruar çdo lëvizje.